Përshëndetje, mirë se erdhët në një episod tjetër të podcastit të Shkollës së Jetës. Ky episod është për udhëheqësit që janë të aftë dhe e dinë që nuk ka nevojë për më shumë strategji. Është për njerëzit që nuk po fillojnë nga fillimi, nuk është për njerëzit që po fillojnë nga fillimi, do thoja. Është për njerëzit që mbajnë përgjegjësi për te presioneve të përditshme dhe prapë ndjehen të shpërndar, të lodhur ose të pasigurt në vendimet që ata marrin. Nuk u mungon strategjia, nuk u mungon zgjuarësia, nuk u mungon disiplina dhe nuk u mungon puna. Patjetër që këto nuk mungojnë. Dhe çfarë ndodh? Ata kanë përvojën e vendimeve të shtyra, kufin që thyen, biznesi që ecën, por trupi është në alarm gjithë kohën. Dhe është një ndjenjë në fakt që vetëm ata ndjejnë që po e mbajnë gjithçka vetëm mbi shpatullat e tyre. Kjo në fakt është ajo që ndjejnë këta njerëz që le të themi do ngjisin më së shumti me mesazhin e këtij podcasti. Problemi në fakt nuk është që ti nuk di çfarë të bësh. Problemi është që shumë zëra po konkurojnë në kokën tënde dhe kjo ndikon në drejtimin e jetës ose të biznesit tënd. Dhe kjo të çon në një konfuzim më të madh në jetën tënde se sa qartësi se çfarë saktësisht ti do të bësh dhe vendimet e qarta dhe pastra që ti duhet të marrësh si lider ose themelues. Unë nuk punoj me njerëz që kërkojnë motivim, nuk punoj me njerëz që kërkojnë zgjidhje sipërfaqësore, por punoj me themelues, me lidera, me drejtues, që tashmë mbajnë peshë mbi supe dhe kurrizin e tyre, por nuk duan që të ndigjen duke mbajtur këtë peshë ose të digin bateritë e tyre, siç u them. Nëse ky episod flet drejt për drejt me ju, atëherë në linkun e le themi shënimeve të këtij episodi do jetë një mënyrë që mund të flasim privatisht së bashku. Unë gjithmonë i zgjedh njerëzit dhe i filtroj cilësisht njerëzit që punoj me ta, sepse punoj gjithmonë me njerëz të kalibrit të lartë, që le të themi në çfarë unë kam krijuar në mënyrën e strukturës të punës time, për 90 ditë marrin një rikalibrim të autoritetit të tyre të thellë që i transformon dhe jetën dhe biznesin e tyre. Sepse unë e them shpesh që ne jemi thjesht një shumëzim ose rezultatet që kemi në jetën tonë ose dhe ne si njerëz është thjesht një rezultat i vendimeve që ne marrim. Dhe duke marrë vendime të qarta dhe të sakta, ndryshojmë komplet rrugtimin e jetës dhe marrjen e rezultateve që dëshirojmë. Shihemi në anën tjetër.